pasur një përplasje, siç raportohet në media, mes kreut të SPAK-ut Altin Dumani dhe një prej prokurorëve special ish kreut të SPAK-ut Arben Kraja. Si e vlerësoni këtë përplasje? Së pari duhet kemi parasysh që përplasja është një përplasje intriguese dhe përplasje stafete dhe përplasje do të thoja për mandatin e radhës për sa i përket kryeprokurorit të ri, i cili mund të jetë rikonfirmuar politikisht nga zoti Rama, zoti Dumani, por në të njëjtën moment ose në të njëjtën kohë dhe zoti Kraja besoj se ka ambicie për të kandiduar edhe ai në rast se nga ligji i posaçëm, por edhe nga kushtetuta e heqim atë të drejtën për të rizgjedhur. Dhe përplasje për mendimin tim është për synimin e karrikës së kryeprokurorit. Duke marrë parasysh edhe ndryshimet kushtetuese dhe ligjore që mund të vinë pas shtatorit. Pra, ky është mekanizmi se si zoti Dumani përdor institucionin duke hequr atributet e drejtuesit të një departamenti zotit Kraja për të vendosur një person tjetër dhe zoti Kraja thjesht do bëhet një prokuror i thjesht. Mos harrojmë edhe faktin që brenda prokurorisë posaçme kemi të bëjmë me konkurrencë të brendshme të vlerave ose më mirë të asaj që ne themi të vlerësimit profesional, por mos harrojmë edhe faktin se zoti Kraja ka qenë një ndër prokurorët të cilët nuk ka bërë kaq shumë procedime penale kundër opozitës në tërësi, të jem realist, po thjesht ka qenë një prokuror i cili ka në kohën kur ka drejtuar prokurorinë e posaçme, ka qenë më diplomat në krahasim me zotin Dumani, i cili zoti Dumani bën arrestime statistikore, ndihmon zotin Rama, të jemi realist, duke vendosur të gjithë pjesëtarët e opozitës në paraburgime, duke i cenuar në këtë formë prezumimin e pafajësisë dhe duke qenë shërbëtor i drejt për drejt i zotit Rama dhe Partisë Socialiste. Avokata, mendoni që kjo përplasje mund të ndikojë në punën e SPAK-ut? Unë mendoj se çdo përplasje brenda SPAK-ut ka të bëjë me ndikimin brenda SPAK-ut. Pse? Sepse zoti Kraja, zoti Dumani janë individ të cilët kanë linja ose komunikime me ndërkombëtarët, të cilët kanë qenë gjithmonë në takime me ta. Pra do të thotë, çdo lloj përplasje ka një ndikim, si i brendshëm ashtu edhe i jashtëm, por unë mendoj se përplasja e tyre është institucionale brenda kuadrit institucional, por a do të kemi rezultat që kjo përplasje ka ndikim për kompetencat, apo kjo përplasje ka ndikim për ndonjë dosje penale që është në ngarkim të një personit apo të disa personave që zoti Kraja mund të ketë ndonjë lidhje. Mbetet për të parë, a do të ketë arrestime, a do të ketë procedim ndaj ndonjë personi që zoti Kraja mund të ketë lidhje familjare, ose mund të ketë ndonjë takim të së shkuarit që shkap në foto dhe tani është momenti të veprojmë, po ne na duhet të bëjmë dhe një incident të brendshëm. Ne kemi thënë të jemi realist të kjo dhe në të shkuarën ne kam thënë për një foto që zoti Kraja duket me zotin Benet Beci. E vërteta është që ajo është foto pa kundërshtuar, asnjëri prej tyre nuk ka dalë të thotë që ajo është një foto e stisur ose një foto montazh. Normalisht derisa s'kemi një përgënjeshtrim, atë marrim të mirë, dhe unë mendoj që mund të kemi surpriza brenda kësaj kohë ose në një moment të dytë që të bëhet ndonjë procedurë partijako-politike brenda SPAK-ut. Tani, a do të jetë arrestim apo jo, nuk e di, por që do të ketë një rëmuj do të ketë, po atë do jetë brenda SPAK-ut, do jetë përreth SPAK-ut, apo do jetë përreth Partisë Socialiste, kjo mbetet për të parë. Ju flitet për arrestim, apo? Unë flas për arrestime të cilët janë selektive dhe janë jo në flagrancë, por janë në momentin kur partia lëshon. Pra, më parë ka qenë Plumbi, më parë ka qenë partia të bënte armik popullit, sot partia të masakron nëpërmjet SPAK-ut. SPAK-u nuk është ai mashtrimi amerikano-europian që kjo që po ndodh në Shqipëri do jetë pastrimi i
klasës politike. Klasa politike pastrohet nëpërmjet votës. Pra, përmes votës, politikanët zhduken nga karrika e politikës. Nëpërmjet burgut, politikanët më shumë favorizohen. Pra do të thotë, e pam rastin Berisha. A duhet zoti Berisha mos kishte lidhje me politikën? Po. Sipas logjikës amerikane, europiane dhe popullit që thotë. Po zoti Mediu, a duhet të ishte larguar nga politika se është në një proces penal? Po. Po është e kundërta. Ata qëndrojnë aty dhe aty mbeten. Pra do të thotë, duhet japë mesazhe qytetarët, lejeni çfarë bën Spaku, kë arreston, çfarë për arreston. Se Spaku nuk është dhënie e drejtësisë. Spaku është organ procedues. Të procedon. Zgjohet nesër Dumani, procedon ty dhe mua kështu se i do qefi. E do qefi. Se ky është sistemi. Këtë sistem kemi mësuar të jetojmë. Pra, çfarë do të them? Qytetarët të kuptojnë që Spaku nuk është drejtësia. Spaku është në shërbim të pushtetit. A doni ju a është pushtet i brendshëm apo i jashtëm është gjë tjetër. Por ky pushtet që ka Spaku sot është keq menaxhuar, keq interpretuar, keq drejtuar nga drejtuesit e Spakut. Edhe pjesërisht nga zoti Kraja, edhe nga zoti Dumani. Tani, a do të kemi një konfirmim të zotit Dumani në kreun e Spakut? Pra, kjo vjen në bashkëshoqërim me ndryshime kushtetuese dhe ligjore, do më lejoni t'ju them diçka që nuk është thënë. Në rast se kemi rikonfirmimin e zotit Dumani, do të thotë që brenda Partisë Socialiste do plasi bomba. Çfarë? U përdor Spaku kundër njerëzve të brendshme që të pastrojnë që zoti Rama të jetë në krye të Partisë Socialiste. Rikonfirmimi i zotit Dumani në krye të Spakut nënkupton jo ndërhyrje amerikane apo europiane, po ndikon që zoti Rama ka kontroll absolut. Pra, edhe arrestimet që kanë ndodhur kundër pjesëtarëve të opozitës është pikërisht e iniciuar politikisht. Dhe ajo që është thënë tek populli, vendosim Spakun që të pastroj klasën politike, është e gabuar, sepse në Europë nuk shkon duke pastruar politikën nëpërmjet procedimeve, por e pastron nëpërmjet votës. Po kjo bëhet qëllimisht që njerëzit të besojnë sikur po bëhet diçka, por në realitet nuk bëhet asgjë. Po thjesht vetëm plasin intriga brenda një institucioni kushtetues, sepse, ju a them kështu, në rast se zoti Kraja është i pëlqyeshëm ndaj zotit Rama, sa i ka qenë më diplomat në 3 vjeçarin e tij, dhe zoti Rama pretendon për zotin Kraja, atëre zoti Dumani do t'i bëjë një puç juridik ose një puç të brendshëm zotit Kraja, që ai mos të ketë mundësinë të marrë pjesë në një konkurrencë kur gara do të jetë e hapur për të gjithë, pavarësisht se kanë qenë apo jo drejtues më parshëm të Spakut. E kuptoni, loja është më e gjerë, nuk është kjo. Pra, ndryshoi një karrike, se zoti Kraja do rri deri në 2029 derisa të mbaroj mandatin e tij 9 vjeçar. Por duke marrë këtë si një rast, ju them që kjo nuk është thjesht vetëm një karrike ndryshimi, por është diçka më tej. Tani është në favor apo disfavor të zotit Kraja, kjo mbetet për të parë.